kur është ndërtu ky kuvend jam këtë asamblej. Unë ka vendosur me dhënë dorëheqje morale nga ky kuvend, tu i kërku falje elektoratit tim. Këtë dorëheqje po e bëj pa u konsultu me askën fare. Arsyeja e dorëheqjes është një aksident që ka ndodhur në fshatin e Shec, ku unë kam kërku aty shumë herë në këtë kuvend, para jush, që të vendosen vijet e bardha, të vendosen shenjat e komunikacionit. Fjala ime këtu nuk ka qu peshkush e disa, edhe plus ka qenë në drejtorinë e shërbimit publike, edhe një inspektor i ta quaj kështu i vozitjes, Hamit Hazeraj, që ka kërku shumë herë që në ato të krysh mu vendos shenjat e komunikacionit, sidomos shenja që duhet të jetë e shkollës për nxënës. Unë ju kërkoj falje edhe juve nëse ju kom lëndu ndonjëherë. E kam fjalën pa qëllim ato kur i kemi pas ato debatet politike po flas, personale asgjë s'kemi pas. Mos ma merrni këtë dorëheqje që e kum bë, që më ka thonë kush, as i tro. Vetëm po e lni veten si një akt moral me bë, si asamblejist i asaj pjese, që jam munduar me i mbrojt më shumë si shpirtin tem. Po aty pikërisht është edhe vendi ku ka ra heroj edhe Remzi, komandanti i parë i zonës së partisë Pashtrikut, po edhe unë vetë kam qenë aty, ku kam marrë edhe plak. Nuk kam pas dëshirën aty me pas viktim tjetër për pas neve aty. E si nxënësi imi, Geltian Shala, që i ka humbë dje është varros, unë atë e kam pas 10 vjetë aty në shkollë, prej moshës 5 vjeqare. Edhe ka kry në shes 10 vjetë shkollën. Unë i kam dhënë mësim ati 4 vjetë. Ka kaluat rrugë, ndoshta 10 herë gjatë ditës. Andaj unë ma këto në këtë kuvend nuk mund ma të marrë fjallë se të mbroj interesat e qytetarëve, andej gavion. Ju falenderoj gjithëve për mirë kuptim që keni pas ndaj meje. Asgjë nuk ka, as nuk e din kryetari i partisë Fatmir Limaj, kryetari i Nismës, as nuk e din kryetari i partisë Degan Prezident Zafir Berisha, as nuk e din antarët e familjes time, as nuk e din elektorati, po qëlloj kjo mbledhje dhe me thonë, ai dio varros, sot na po e mbajmë këtë mbledhje, kjo mbledhje është e fundit për mua. Ju falenderoj gjithëve, ditën e mirë, kalofshi si është më së miri.